Trima Gergio Castrioti, fuqit madhe që mi dhan ka Zoti. Ky është monumenti i Gjergj Kastriotit Skënderbeu që u vendos në fshatin Ngaran të Kërqovës. Monumenti është i lartë 6 metra dhe rënditet si busti i dytë më i lartë i Skënderbeut në nivel shteti pas atij në Shkup. U vendos me iniciativë të Bali, Koqit dhe bashkëfshatarëve të tjerë duke e bërë Garanën fshatin e vetëm në vend që ka monument të këtyre përmasave. Pjesa pagurin, do me thënë Skënderbeu me gjithë kalin është diku 3 metra, a me gjithë gurin është diku me lartësi 6 metra. Realizimi i këtij busti ka kërkuar mjete të konsiderueshme financiare dhe përkushtim të madh, ndërsa kushtoi mbi 100.000 euro. Vlera totale është diku mbi 100.000 euro e shtatores bashkë me gurin. Guri është i pastër, gur skrapari dhe me gjithë vlerën e monumentit është diku mbi 100.000 euro. Aliu na tregoi se si u siguruan mjetet financiare për realizimin e projektit që u përpunua në 113 vjetorin e pavarësisë. Këta mjete janë të mbledhur i të gjithë bashkëfshatarëve. Fillimisht të fshatit, aparistët janë mbledhur edhe jashtë nga mërgjimtarët, do me thënë shoqata Garana në Zvicër, shoqata Garana në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na kanë ndihmuar dhe ka pasur nga të gjithë vendet evropiane ku kemi mërgjimtar që na kanë mbështetur në këtë iniciativë dhe na kanë përkrahur. Kujtojmë se më 28 nëntor të vitit 1941 në Kalan e Kërqovës ishte vendosur busti i parë i Skënderbeut, i cili ishte edhe kopja e dytë origjinale e Odhise Paskalit. Nga kjo autor ekzistojnë edhe 2 buste të tjera që sot kanë vlera shumë të larta, ndërsa busti i Skënderbeut që ishte vendosur në Kërqovë ka humbur dhe nuk gjendet askund.